Me rastin e ditës botërore të Kryqit të Kuq dhe gjysmëhënës së Kuqe, dega e Kryqit të Kuq në Gjakov mirëpriti garat rajonale ku morën pjesë ekipet nga komunat e Pejes, Deçanit dhe Istogut. Flanza Bakialama, sekretare e Kryqit të Kuq dega Gjakov, tha se kjo ditë shënohet për të dëshiruar misionin e punës vullnetare dhe humanizmin që bëhet nga antarët të kësaj organizate. Sot, si që ceket edhe ju, është dita ndërkombëtare e Kryqit të Kuq, 8 maji. Festohet në këtë ditë pasi që kjo është dita e lindjes së themeluesit të Kryqit të Kuq, Henri Dunant, i cili është edhe fituesi i çmimit Nobel, fituesi i parë i çmimit Nobel për paqe. Kjo ditë shënohet për të dëshmuar misionin e punës vullnetare të kryesisë stafit dhe vullnetarëve të Kryqit të Kuq në humanizëm edhe në mirëqenien e qytetarëve të një komune. Simboli këtyre dyshemeve do të thonë që Kryqi i Kuq ndihmon edhe e bardha, do të thonë që paqë. Kryqi i Kuq punon për paqë në njerëzimin. Ndërsa Driton Huli, sekretar në Kryqin e Kuq dega në Istog, tha se përmes këtyre garave aftësohen zonësit për ndihmën e parë. Atëherë siç përshini edhe sot me datën 8 maj marrin garat regionale të ndihmës së parë, kështu që këto gara kanë filluar paraprakisht më herët nëpër komuna. Secila komunë do thotë i organizon garat me shkollat e mesme, varet sa shkollat mesme janë. Prej aty të përzgjedhen një ekip më i mirë dhe marrin pjesë në gara regionale, të cilat si vjet po mohon Gjakov. Kurse me datën 15 maj, fituesi i sodëm nga këto 4 komuna, nga këto 5 komuna, atëherë do të marrë pjesë edhe në garat republikane, të cilat do të mohon me 15 maj të këtij viti. Këto gara shërbejnë si një mundësi e shkëlqyer për të promovuar vlerat humanitare dhe për të testuar aftësitë të rinjve në dhënien e ndihmës së parë dhe reagimin në raste emergjente, thanë vullnetarët. Jam shumë e lumtur që jam të përfaqësuar Gjakovën me grupin tim dhe shpresoj që edhe këtë garë me fitu, ndoshta jo venin e dytë, po të parën. Na jemi Kryqi i Kuq dega Deçan, kemi marrë pjesë në garat rajonale që po mbahen faktikisht sot. Garat e Kryqit të Kuq janë gara jashtëzakonisht me eksperjenca shumë të mira dhe që domethënë na mundsojnë me pas se çysh mundemi me ofru ndihmën e parë në raste të ndryshme, në raste të fatkeqësive ose në raste të infraktave kështu me radhë. Shpresojmë që me nxon vendat e parë, domethënë. Fitues të këtyre garave u zgjodhen vullnetarët e Kryqit të Kuq nga Istogu, të cilët do të vazhdojnë garat republikane me 15 maj.